Sipas të dhënave në shkurt, importet e mallarave arritën vlerën 68 miliard lekë, duke ulur me 8.6% në krahasim me një vit më parë. Edhe nëse analizojmë 2 muajt e parë të vitit në drejtim të importeve, sërish shohim një rënje prej 4.7% krahasuar me 2 muajt e parë të vitit 2024. Scanintel ka marrë në konsiderat të dhënat për muajin e dytë të vitit sa i përket partnerëve kryesor, të cilat vende plotësojnë top 10 furnizuesit kryesor me mallra. Shifrat flasin për Italinë në vend të parë, pasuar nga Turqia, Kina, Greqia, Gjermania, Arabia Saudite, Serbia, Shtetet e Bashkuara, Polonia dhe Franca. Krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të shkuar, duket se partnerët kryesor kanë ndryshuar. Shifrat e Instat thonë se kanë dalë nga renditja India dhe Korea e Jugut për të sponsuar me Arabinë Saudite dhe Poloninë. Në muajin shkurt të vitit 2025, vendet me të cilat Shqipëria ka patur rritjen më të madhe të importeve janë Arabia Saudite me 225%, Kina me 16.6%, Greqia me 10%, Serbia me 13.5%, Polonia me 11.8% dhe Franca me 9.8%. Ndërkohë nga ana tjetër, ndër partnerët kryesor ku regjistrohet rënja më e madhe mund të përmendim Turqinë me 41%, Gjermaninë me 12.1%, Italinë dhe Shtetet e Bashkuara me 2.5% dhe 1.2% përkatësisht. Nëse flasim në terma 2 mujorësh, vendet me të cilat Shqipëria ka patur rritjen më të madhe të importeve janë Italia me 1.2%, Kina me 31.1% dhe Greqia me 6.3%.